Pavarësisht se a do të formojë qeveri e re dhe se kush do e formojë atë, VMRO DPMN dhe koalicioni për një Maqedoni më të mirë nuk do negociojë dhe nuk do lejojë ndryshime të kushtetutës për të mundësuar dygjësi në të gjithë territorin e Maqedonisë dhe vazhdimin e mandatit të PSP-s, deklaruan nga VMRO DPMN. Ishte ky reagim ndaj kumtesës nga BDI, kryesia qendrore e të cilës dje prezantoi kushtet për të cilat nuk do negociojnë: përdorimi i barabartë i gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare, integrimin në NATO dhe BE dhe vazhdimi i mandatit të PSP-s. Fondacioni Shoqëria e Hapur në 25 vitet e kaluara ka investuar rreth $145 milion, kryesisht para të themeluesit të George Soros, por edhe të agjencive amerikane, BE-s dhe qeverisë holandeze. Drejtoresha e Fondacionit të Maqedoni për Nova thotë se ato kanë dhuruar $32 milion për arsim, ndërsa në shëndetësi $13.5 milion. 800.000 ka marrë Ministria e Punës dhe Çështjeve Sociale. Lina Gjorçeska kaloi edhe një pengesë në kualifikimet për Australia Open. Tenistja e parë e Maqedonisë e mundi Dalma Galfin nga Hungaria me 6-1 dhe deri në turnamentin kryesor e ndan vetëm edhe një pengesë, ajo më e vështira, më e larta. Bëhet fjalë për zviceranen Stefanie Vogel, bartësen e parë të kualifikimeve për femra për këtë Grand Slam.